Çka është devotshmëria dhe çka është gjuna? Çka është devotshmëria? El birr, që prapë ne e përkthejmë devotshmëri. Dhe çka është gjuna? Ka thënë el birru husnul khuluq. Prej devotshmërisë është sjellja e mirë. Me qenë njeri me moral të mirë, me etik të mirë, me sjellje të butë, me sjellje të mirë. Wa el ithmu, e gjuna thot është me haka fi sadrik. Wa karihta an yattali alayhi an-nas. Ne I ka dhënë dy rregulla që ne mësojmë gjëra në dyshim. E para thot mos qetësia në zemrës kur ti je duke vepruar çat vepër. Kjo është e para. Kur njeriu është duke e bën një vepër dhe është e dyshimt edhe nuk I din a është halal apo haram, nefsien mrena nuk ndihesh I qetë. Mrena nuk ndihesh I qetë, edhe pse dikush të ka dhënë fetva, ai më graj se mirë. Amo ti, si musliman që e ki dert dinën e Zotit, e ki dert që ki me dalë para Allah, ti je duke e vepru, po si të e një vetën mirë, që kjo është e dyshim të leje më njerë. Kjo është e para. Kur do me bo një vepër dhe nuk e ndin vetën mirë në zemër, dihesh I ngushtuar, ke, do më thonë, dyshimet e tua në zemër, a është halal, apo është haram, dije që është e dyshim, leje këtë vepër. Leje, kjo është e para. E dyta, wa karihta an yattali alayhi an-nas. Edhe e urren që kjo vepër me dalë te njerëzit. Kjo vepër që jetu e bë me pa të tjerët. Do shta në synin e shumë tjerëve është halal, po e din që me bë me dalë është e dyshimt. Me dalë ka dyshimin to. Lejes është çështje e dyshim, mos e merr se keran haram pastaj. Pastaj bjen në haram. Pra dy rregulla do shëndezim. Mani më mirë. Çdo punë që e bën që është halal, njeriu ndihet rahat, jep sadak rahat, që fal namaz ndihet rahat, I ndihmon atij që ka nevojë, ndihet rahat zemra, kënaqet. Kur e bën haramin, është tmerr për muslimanin, e din që është haram. Ama gjërat e dyshimta, kur I bën në robi, ndihet në siklet, në zemrën e tij. E din që është çështje e dyshim. Leje se është haram, leje mos e prek. Edhe e dyta, nuk I qef që t'jep me të pa shkejtë bo. Edhe kjo është e dyshim. Leje, sepse është vepër e dyshim. Pra Islami na I ka sqaruar edhe rrugën për me shku te halali dhe me u largu nga harami dhe me u largu nga gjërat e dyshimta. Se kjo është punë e zemrës, vepër e zemrës, al-wara. Kjo është devotshmëri të dashur vëllezër. Kjo është devotshmëri që muslimani duhet me pas kujdes.